cila është urtësia pas poligamis. Poligamia për shumë kategori të njerëzve, sidomos në këto kohë, nuk duket si fenomen pozitiv, duket se bëhet një diskriminim, sidomos për gjininë femrore, sepse mendohet që një grua nuk mund të jetë me ortake, derisa nuk ka të drejtë ajo të ketë dy burra. Dhe njerëzit natyrshëm që kanë nevojë të dinë për shumë çka pse është poligamia. Lindshmëria në mes burrave dhe grave jo gjithherë është në proporcion të njëjtë. Por, në situatën më të mirë të mundshme, nëse burrat dhe gratë, pra djemtë dhe vajzat, linden në proporcion të barabartë, pra 50 me 50, i bie se deri në kohën e martesës, këta të gjithë nuk janë që jetojnë deri në këtë moshë të gjithë së bashku. Në kuptimin, pra, fëmijët që vdesin në lojë, fëmijët që vdesin me bicikleta, me motocikleta, dhe të tjerë që deri në moshën 20-25 vjeçare, i bie se, po e marrë një shembull, nga 100 fëmijë të lindur, 50 djemë dhe 50 vajza, nëse 10 prej tyre kanë vdekur, do të jenë dikon 7 ose 8 djemë që kanë vdek e vetëm 2 ose 3 vajza, që i bie, pra proporcioni i barabartë ka rënë që në fillim. Dhe kjo edhe me shumë avancohet me avancimin në jetë, kur njerëzit pra në vendet të punës, burrat punojnë punë të vështira, punë të rënda, aksidentet në trafik janë të shkaktuar më shumë nga meshkujt, dhe fataliteti është më shumë i vdekjeve pra nga vetë burrat. Pastaj në vendet të ndryshme të punës, në vendet të rrezikshme, pra në vendet të ndërtimit e tjera janë burrat ata që vdesin dhe plot gra do të mbesin të veja në moshë të re. Andaj proporcioni fillimisht është gjithherë jo i barabartë. Mos të përmendim këto luftrat që luftrat marrin jetën e meshkujve, e burrave, e djemve që do të ketë disproporcion të madh në mes të burrave dhe grave. Kjo është një faktor. Faktor tjetër, edhe nga ana e nevojës fiziologjike, pra e burrit për gruan dhe e gruas për burrin nuk është e njëjtë. Dhe këtë e thot edhe shkenca, e thot edhe realiteti. Dhe njerëzit pra disa sosh nuk mund të mjaftohen të shuajnë epshin e tyre vetëm me një grua, dhe është mëkat që ata të jenë pra të tillë, që të presin në periudhën e ciklit që zgjat për 6-7 ditë, pastaj edhe rrethana të tjera që gruaja nuk është e gatshme në çdo moment i përgjigjet pozitivisht burrit, atëherë ai burr ka nevojë për një grua tjetër dhe në vend se të dalë dhe të gjahtoj diku tjetër, do të ishte më mirë të kishte një bashkëshorte. Pastaj, faktori tjetër është lindshmëria. Me një grua, njeriu lind një fëmijë. Pra, po të ishin edhe 10 burra për atë grua, ajo prapë do të lind një fëmijë. Ndërkaq nëse një burr ka 2 gra, respektivisht ka 2 familje, 3 familje, mund të lind shumë e më shumë fëmijë. Dhe çështja e natalitetit në të gjitha shoqëritë thujse është e kërkuar, edhe në të gjitha periudhat historike është e kërkuar. Andaj edhe kjo është një kënd tjetër. Pastaj evitimi i shumë dukurive negative, sidomos çështja e të vejave është diçka që duhet të preokupohet shoqëria me një gjendje të tillë. Ato duhet të merret dikush seriozisht dhe në rast se një e vej pret derisa një burri eventualisht i vdes gruaja, mund të vonohet një proces i tillë dhe asaj mund t'i humb rinia me theks veçantë ora biologjike për lindje të fëmijëve të saj të rinj. Andaj martesa poligamike mund të ishte zgjidhje dhe jo vetëm. Në shumë situata kemi edhe këtë gjendje. Një grua mund të jetë sterile. Nuk them që nuk mund të jetë edhe burri, por po flas për situatën kur gruaja është sterile. Ata ndajnë ta shkurërzojnë këtë grua për ta martuar një tjetër që ajo të lindë fëmijë, apo të tentojnë të bëjnë diçka me këtë grua. Në kuptimin kjo, ndoshta është konstatuar nga mjekët që nuk lind. Dhe kjo edhe nëse shkon në vend tjetër prap nuk lind, atëherë pse të divorcohet? Pse kjo të ndahet? Në anën tjetër burri i tillë pse të bllokohet e të mos ketë fëmijë për faktin që kjo është sterile? Nëse
ky burr do të merrte një grua tjetër, nuk ka nevojë për shkurërzim.